Aty, çuditërisht, gjeta dhe gjykatës kushtetues. Po, kush ishte nga ata? Ishte gjykata kushtetuese e cila zotohej se nuk ja shqyrtojmë çështjen Sali Berishës. Se ju më keni pyetur këtu mua. Më keni pyetur. A e ke dërguar në gjykatë kushtetuese masën e paraqitjes çdo 2 javë? Sa kohë që e kam dërguar, thoni ju? E kam dërguar para 10 muajve. Ajo gjykatë që është një notere e turpshme, them kështu, e akteve kriminale të qeverisë shqiptare, ajo gjykatë që shqyrton brenda 1 muaj kërkesën e Lubi Ballukut, që shqyrton brenda 2 muajve kërkesën e Erion Velis, që ka detyrim ligjor që masat e sigurisë të shqyrtojnë afat maksimumit 3 mujor, shtyn shqyrtimin e kërkesës time për në tetor. Do me thënë, shtyn me po thuaj 11 muaj.